Ja pse vazelina nuk duhet të mungojë në shtëpinë tuaj. 7 përdorimet e saj. Vazelina është një lloj kremi që nuk kushton shumë dhe mund të rezultojë efektiv në shumë produkte alternative. Ajo ndihmon në heqjen e make-upit. Nëse ju ka mbaruar pastruesi i fytyrës, vendosni pak vazelinë në pambuk dhe fshini edhe make-upin. Trajtoni buzët e çara dhe kështu do të keni një lehtësim mjaft të mirë. Heq lëkurën e thatë dhe rigjeneron atë. Zgjat aromën e parfumit, mjafton të lyhet zona ku aplikohet me vazelinë dhe kështu do të keni një aromë të gjatë. Rregullon flokët e thatë. Para se të laheni, vendosni pak vazelinë në duar, aplikoni në flokë dhe launi si normalisht. Zbut lëkurën e thatë. Përpara se të shkoni të flini, aplikoni vazelinë në zonën shumë të thatë të trupit dhe kështu do ta zbusni atë. Heq unazën nga gishti, nëse ju ka ngjecur, përdorni vazelinë. I bën këpucët të shkëlqejnë. Pastroni sipërfaqet e këpucëve tuaja me vazelinë dhe do të kenë më shumë shkëlqim.